Vendosja e gishtit në gojë është shumë e zakonshme te fëmijët e vegjël. Është një mënyrë për të qetësuar, sidomos kur janë të lodhur, të mërzitur apo në ankth. Te bebet dhe fëmijët deri rreth moshës 3 ose 4 vjeçare, zakonisht konsiderohet sjellje normale. Efektet pozitive në moshë të vogël janë ndihmon në veçetësim dhe gjumë, ulangthi në situata të reja, ndërsa efektet negative, kur vazhdon për më gjatë, përfshin mund të ndikojnë në pozicionimin e dhëmbëve dhe të nofullës, sidomos pas daljes së dhëmbëve të përhershëm. Rrit rreziku në infeksioneve nëse duart nuk janë të pastra. Mund të krijojë varësi si zakon qetësues edhe në moshë më të madhe. Nëse zakoni vazhdon pas moshës 4 ose 5 vjeçare, është mirë të flitet me pediatrin ose dentistin, sepse mund të ndikojë në kafshim dhe në formimin e qiellëzës. Qasja duhet të jetë e butë, pa qortime ose turpërim. Ndihmon identifikimi i momentit kur fëmia e bën, për shembull kur është i lodhur, dhe ofrimi i alternativave si lodra qetësuese, përqafim apo angazhime në aktivitete. Një zakon i vogël, por që mund të ketë pasoja të mëdha me kohën nëse nuk kuptojnë prindrit nëse kemi të bëjmë problem shqetësues apo diçka që do të kalojë. Gjithë diskutimin në studio gjithmonë e bëjmë me profesionistë dhe sot do duhet që këshillat i marrim nga Brunilda Leshi, logopede. Shumë kënaqësi jemi së bashku për të folur për një zakon që duket i thjeshtë në dukje, shumë fëminor tek fëmijët gishti në gojë, por që mund të ketë pasoja edhe më afatgjata. Deri në cilën moshë është normale? Si fillim, mirë se ju gjej dhe faleminderit për ftesën. Mbajtja e gishtit në gojë është niset si një refleks dhe i zhvillim normal. Pra një arsye është zhvillimi normal tek fëmijët pasi fëmijët lindin me një refleks natyror që foshni që në barkun e nënës dhe mëtej vazhdohet në fëmijërinë e hershme. Deri në çfarë moshe. Fëmijët deri në moshën 1 vjeç duhet ta eliminojnë vetë në mënyrë natyrale. Mirë po, kemi raste që ndodh deri në moshën 4 vjeçare. Edhe pse kjo ndodh, e mira është që në moshën 2 deri në 4 vjeç të vijë edhe stopimi apo kufizimi i mbajtjes së gishtit në gojë. Mirë. Ky është momenti që prindrit duhet ta ndihmojnë që ta lërë këtë zakon. Dakord. Bëjmë këto pyetje $1 milion, dhe pastaj futemi në detaje, shkaktarjet, arsyet, teknikat, si e zhbëjmë gishtin në gojë tek fëmijët e vegjël. Si duhet, sepse kemi parë disa teknika që paktën prindërit bënin, jo po speci djegës, jo po praktikisht një mënyrë për ta reflektuar kategorikisht. A është ajo mënyra e duhur? Jo, absolutisht që jo. Nuk do ta rekomandoja kurrësi, ajo na sjell më shumë trauma dhe më shumë stres gjatë procesit të ndërprerjes së gishtit në gojë. Ajo çfarë do këshilloja shumë tek prindrit do ishte pjesa që prindrit të jenë shumë të duruar, ashtu si çdo fazë vështirë që ndodh tek ndryshimet tek fëmijët, edhe kjo është një fazë vështirë e cila do kaloj me kalimin e kohës, por do shumë durim dhe niset me metoda e përforcimit pozitiv. Lavdërime në ato momente që fëmia nuk po e mban gishtin në gojë. Gjithmonë niset dhe stopimi në ato momente që fëmia patjetër e ka të kuptuarin shumë okej, është gati për ta ndaluar si moment. Patjetër që kohët e sotme janë teknikat e mbulimit të gishtit, duhet parë dhe shkaku sepse fëmia e mban gishtin në gojë. Në qoftë se kemi një shkak stresues, shqetësues, absolutisht që duhet t'i japim alternativa, për shembull, dhënia një topi antistres dhe zënia, le të themi, e duarve në motorikën fine. Një alternativë tjetër mund të jetë gjatë kohës që fëmia është i stresuar apo tenton të mbajë gishtin në gojë vizatimi. Shmangja, domethënë, e fëmijës të mbajturit mendjen tek vendosja e gishtit. Po dhe në gjumë. Po, ndodh edhe në gjumë edhe për këtë arsye, do të thënë fakti që ndodh në gjumë janë kryer disa studime që tregojnë që fëmijët që mbajnë gishtin në gojë për gjatë natës dhe kryesisht në fazën e gjumit kanë një lidhje me vështirësi në frymarrje. Pra studimet kanë nxjerrë në përfundim që kjo bëhet për shkak se fëmijët krijojnë një hapësirë të frymarrjes dhe vendosin gishtin e madh në gojë për të krijuar një frymarrje më të lirshme gjatë procesit të gjumit. Por ata prindër që janë të shqetësuar sepse fëmijët e tyre e mbajnë gishtin në gojë, për sa kohë mund të kalojnë një problem në të folur?
Pyetja është shumë e saktë edhe e bukur, sepse është mosha 3-4 vjeç, në të cilën prindrit patjetër duhet të kenë sinjalin e parë për të ekzaminuar apo vlerësuar fëmijën tek një mjek logoped, tek një stomatolog, ortodont, për të parë nëse mbajtja e gishtit në gojë ka sjell problematika apo është diçka normale. Brunilda, po leo se po qesh, po kam një arsye. Pse... Ke mbajtur një pokë gishtin gojë, më duket. Se disa të rritur, edhe në moshë madhore, akoma e ruajnë si është ves. Mbajtjen e gishtit. Është ves, sado që ne përpiqemi ta eliminojmë, sado që ne përpiqemi ta reduktojmë, absolutisht që është ves. Është ves. Mund të jetë një formë ngushëlluese. Nuk e di sur janë. Edhe të rriturit? Absolutisht që po. Mund të jetë një formë, dhe kur them formë ngushëlluese, kam fjalën mund të jetë një lloj reatie. Mund të jetë mendja jonë absolutisht, mund të jetë diku tjetër duke menduar diçka dhe instinktivisht është instinkt. E thash dhe pak më herët ndodh që tek foshnjat, prandaj është instinkt. Ama me kalimin e moshës dhe rritjen e fëmijëve dhe kthimin e tyre në adult, duhet të zhduket. Gabimet që bëjnë prindrit janë të shumta. Surjani me drejt përmendi pak më parë edhe momentin me specin edhe me specin, apo qoftë edhe qortimi, ngritja e zërit, ndosja e epiteteve. Duhet të ndaloj si bëritor. Duhet të ndaloj sepse po të futemi pak më thellë në pjesën ta kuptojmë se pse realisht një fëmijë e mban gishtin në gojë. Një fëmijë apo një rritur e vendos gishtin në gojë, tani Surjani do ma lejoj ta përdor si falënderit se nisëm me batut edhe me njëri tjetrin. Do ma lejoj ta përdor për shkak se mund të kuptojmë arsyeën. Mund të jetë diçka emocionale, e përmendëm pak më lart që mund të ishte një zhvillim normal, ama kemi dhe raste në të cilat kemi zhvillimin emocional, i cili mund të jetë një stres i ri, një ndryshim ambienti, një pritje e mirë në kopshtin që ka nisur. Pikërisht, ndryshimet e rutinës së fëmijës krijojnë atë ndjeshmërinë, le të themi, ndrojën emocionale, dhe fëmija reflekton dhe gjen, prandaj e përmenda edhe pak më herët, gjen ngushëllim. Do dua të ndalem edhe në një moment tjetër. Krahasimi që bëjnë prindrit për të kuptuar përvojat e njëri tjetrit. Flasim për fëmijët e tyre, gjithmonë nisur nga krahasimi që bëjmë me një fëmijë tjetër që njohin, pa kuptuar situatën konkretisht e çfarë mund të ndodhë me fëmijën. E gabuar edhe kjo? Absolutisht që është e gabuar. Secili fëmijë ka mënyrën e vet të zhvillimit. Më fal. Secili fëmijë patjetër që ka edhe mënyrën e tij të stopimit apo të lënjes së mbajtjes së gishtit në gojë. Unë do të sjell një rast nëse më lejon. Patjetër. Sot në klinik kisha një fëmijë 18 muajsh për vlerësim dhe paraqiste mbajtjen e gishtit në gojë. Fëmija kishte diku të 3 muaj që kishte nisur çerdhen për herë të parë, pra praktikisht deri në moshën 15 muajsh fëmija ka qëndruar në ambient familjar, i përkëdhelur, i ledhatuar nga të afërmit, gjë që e ka bërë pak më të ndjeshëm situatën emocionale të tij. Dhe fakti që fëmija ka rifilluar çerdhen për herë të parë, prezantimi me fëmijët e tjerë, ambienti i ri, gjithçka ndryshe për të, fëmija edhe në klinikë paraqit duke qarë dhe njëkohësisht edhe mbante gishtin në gojë her pas here, në momente që unë mund ta përqafoja thjesht për ta, le të themi në thonjza, për ta ngushëlluar apo mbështetur për atë situatën në të cilën ishim. Dhe fëmija vendoste gishtin në gojë. Instinktivisht mamaja, ashtu si mund të ndodhë në shumicën e mamave, mos e fut gishtin në gojë, është turp, shiko ku jemi, mund të heqë patjetër që mund të heqë dorë, mund të tentoj dhe me forcë, sepse mund të ndodhim edhe në situata që ne prindërve mund të na vënë në siklet. Edhe që të mos dukemi, sepse gjithçka është në dëm të fëmijës kur bëhet për të mirën tonë. Por ndodh që ne të dukemi mirë, për shembull përballë jush, shtrydhim edhe ngurcojmë pjesën e fëmijës. Kjo është si e gabuar, fëmija ka nevojë të ekzekutojë sjelljet e vet autonome, sepse është pjesë e procesit, edhe duhet gjithmonë. E solla si shembull sepse ishte vërtet real sot. Që edhe t'japi mesazhe për gjithë ata që po na ndjekin, që kategorikisht mos bëjnë prej këtyre sjelljeve sepse ndikojnë në shëndetin e fëmijës. Çfarë mund të themi për dhëmbët, deformimin e dhëmbëve dhe nofullës, duke mbajtur gishtin e gojës tek fëmijët. Dhe çfarë efektesh dhe ndikimi mund të ketë në më vonë?
mbajtja e gishtit në gojë ushtron një presion të vazhdueshëm, gishti ushtron një presion të vazhdueshëm në qelzën e sipërme dhe automatikisht na jep deformime fizike të nofullës së sipërme, keqvendosje të dhëmbëve, qelza, prania e gishtit tërkohën në qelzë na e bën qelzën më të ngushtë, çfarë na bën që gjuha të mos ketë hapësirën e duhur për të dhënë artikulimin ashtu siç duhet. Të disa shkronjave që ne duhet i artikulojmë në pozicionimin e gjuhës tek dhëmbët apo pas dhëmbëve të sipër. Prodhimi i fonemave pra. Pikërisht, domethënë ndikimi parësor është tek pjesa e strukturës fizike apo anatomike oromotore flas, dhe e dyta është çrregullimet e artikulimit, përveçse shkronjat S, Z, Ç, Gj. Kështu lindi thuthuqet apo jo? Do ta shpjegoj sepse ka ndikim, është përdorur si thuthuq, ama në vetvete fakti që një fëmijë është thuthuq ka një indicje që mund të ketë mbajtur gishtin në gojë vazhdimisht. Pse? Sepse quhet ndryshe edhe shqiptimi lisp. Dhe është një defekt i cili koincidon me shkronjën S dhe Th. Dhe fëmijët, për të thënë fëmijët apo dhe të rriturit, sigurisht, sepse kemi dhe adultë të cilët flasin ende me shkronjën Th. Pra janë disa problematika që nuk janë kaluar në moshën e duhur dhe i kemi të mbartura për gjatë gjithë jetës, le të themi. Dhe prandaj insistoj shumë të këshillimi dhe të ndërhyrja e hershme terapeutike logopedike për t'i korrigjuar që të mos jenë më vonë problem. S-ja dhe Th-ja pse dalin problem? Për shkak sepse dhëmbët e sipërm janë më të kafshimi nuk bëhet plotësisht. Dhëmbët e sipërm janë më të dalë përpara dhe dhëmbët e poshtëm janë më të futur brenda. Për rjedhoj, nëse ne do themi një shkronjë Z dhe e vendosim gjuhën lart, ne nuk arrim dot ta shqiptojmë me Z në momentin që dhëmbët tonë janë pak më të përpara dhe na del automatikisht si Th apo si S. Dhe shpesh ndodh kjo. Është edhe një indicje që ne logopedët në momentin e parë që shikojmë që një individ flet me S ose me Th, fillojmë të pyesim pak më shumë. Kuptoni historikun se si mbërritëm deri këtu. Unë kam një pyetje të fundit që lidhet me ndikimin tek e folura. Tham që mund të ndodhi nëse kemi një ekspozim shumë të gjatë të gishtit në gojë. Në rast se ndikimi është bërë tashmë tek e folura, është i zhbëshë? Cila është puna që duhet bërë? Atëherë, është një punë e gjatë? Absolutisht është një punë e gjatë dhe puna parësore do të vinë nga ortodonti, vendosja e një aparati për të rregulluar strukturën oromotore të nofullës së sipërme, ndihmon shumë në parafrimin e kafshimit dhe më tej ndihmon shumë në terapinë logopedike për vështirësinë e artikulimit apo çrregullimin e artikulimit që ne mund të kemi prezent për x shkronjë e cila nuk shqiptohet ashtu siç duhet. Absolutisht me rritjen e moshës është më e vështirë, sepse ne e përmendëm pak më lart që mosha 3-4 vjeçare është mosha që ne duhet të jemi shumë vigjilent për të kuptuar sepse ndodh ndërhyrja, absolutisht, sepse sa më vonë të jetë ndërhyrja bëhet më komplekse dhe më e vështirë për të trajtuar. Lila, ne të falenderojmë shumë, ishte shumë kënaqësi për ne. Faleminderit juve, faleminderit. Të shpjeguar në mënyrën më praktike dhe utilitare. Na mirëkuptohet dhe shakat tona. Absolutisht. Po kështu të i çojë informacionin në mënyrë më interesante dhe po, ne kemi qenë fëmijë një herë një kohë dhe kemi mbajtur gishtin në gojë. Edhe prindrit mund të na kenë vendosur specin ndjekës dhe na kenë hequr dorën me bëni. Prindrit e rinj sot e kanë mundësinë që të zhbojnë ato gabimet që kanë bërë prindrit tanë dikur. Faleminderit shumë. Shumë mersi. Faleminderit juve. Publiku i themi nesër shihemi sërish në orën 15. Ju duam shumë.